تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia I takon vetëm Allahut. Ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, nuk ka kush që e devijon, dhe ka devijon Allahu, nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme ato që na ke mësuar, na mëso ato që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Feja e Vërtetë, I zgjidh të gjitha problemet, të autorit Abdulrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Imam Abdulrahman ibn Nasir as-Sa'di, Allahu al-Mashhur, qala khair Mozën tonë, përkanishme dhe të gjithë muslimanët. Librin e tij me titull Feja e Vërtetë zgjidh të gjitha problemet ka thënë: shumë prej njerëzve kanë gabuar në nocionin e diturisë së saktë, që duhet të kërkohet dhe të bëhet përpjekje për përfitimin e saj. Mendimet e njerëzve janë ndarë në dy kuptime të kundërta, ku secili është më I rrezikshëm se tjetri. Kuptimi është mendimi I atyre që kanë kufizuar diturinë në një pjesë të kuptimit të diturisë shariatike, e cila lidhet me përmirësimin e besimit, moralit dhe adhurimeve, duke mos I vënë veshin udhëzimit të Kuranit dhe Sunetit se dituria I përfshin diturinë e shariatit dhe mjetet e saj, por edhe diturinë e natyrës dhe ekzistencës. Ky mendim është një grupi të njerëzve të cilët nuk e kanë mësuar shariatin me mësim të saktë. Mirëpo, këta tani kanë filluar të largohen nga ky mendim, pasi e kanë parë se çfarë dobi të mëdha kanë diturinë e natyrës, si dhe pasi shumë prej tyre I kanë kuptuar më mirë udhëzimet e teksteve fetare. Po kuptimi I dytë është mendimi I atyre që kanë kufizuar diturinë vetëm në diturinë apo shkencat bashkëkohore, të cilat janë një pjesë e diturive të natyrës. Ky mendim punon nga lajthitja dhe largimi I tyre prej fesë, diturive dhe moralit të saj. Ky është gabim I madh, me që mjetet I kanë bërë qëllime dhe I kanë mohuar dituritë e sakta dhe realitetet e dobishme, të cilat dituritë bashkëkohore nuk I prekin në asnjë mënyrë dhe në asnjë aspekt. Këta I ka mashtruar arritja që e sjell kjo pjesë e diturisë në industri, teknologji dhe shpikje. Ky lloj njerëzve është për qëllim në fjalën e Allahut të lartësuar, ku të dërguarit e tyre u solën prova të qarta. Ata u mburën me diturinë që kishin vetë, por shumë shpejt I goditi ajo me të cilën talleshin. Ata gëzoheshin me diturinë që kishin, burreshin, ishin me gjemdhej dhe I nënshkonin dituritë e të dërguarit, derisa I goditi e vërteta, me të cilën ata talleshin, I goditi dënimi me të cilën kërcënohet secili që I përgënjështroi të dërguarit dhe u dënua në këtë botë për vullosie të zemrës, dëgjimit dhe shikimit, saqë u bën të verbër para të vërtetës. Allahu thotë, e dënimi
në jetën tjetër në të vërtetë është më i ashpër dhe më i vazhdueshëm. Dhe ata nuk patën askënd që të mbronte prej Allahut. Ky është problemi i dytë që ka përmendur autori, Allahu e mëshiroft dhe e falt, në lidhje me problemet me të cilat përballen njerëzit dhe që mundohen të gjejnë zgjidhje për secilën çështje. Ka përmendur këtu se një pjesë e njerëzve e kanë kufizuar diturinë vetëm, thonë se dituri me të cilën lejohet të angazhohet dikush, është vetëm dituria, dituria në lidhje me fenë, me halalin, haramin, në lidhje me ibadetet. Kanë thonë, pra nuk lejohet të mësohet asgjë tjetër. Edhe në këtë aspekt është gabim. Aspekti i gabimit të këtyre është se e kanë ndalu marrjen me secilin dituri tjetër, përveç diturinë që ka të bëjë me çështjet e fesë, ibadetit, halalit, haramit e kështu me radhë. Padyshim se dituria që është do thotë në lidhje me mësimet e fesë për halalin, haramin, për ibadetin, për besimin, për tauhidin, ajo është dituria më e rëndësishme. Edhe ajo është dituria që e lëvdon Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetet shumëta ku përmendet dituria dhe dietarët, siç është për shembull ajeti që ka thënë Allahu, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun", pra thuaj, a bëhen të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Do të thonë është për qëllim ata që dinë, pra e njohin Allahun edhe i dinë emrat dhe cilësitë e Allahut, e njohin tauhidin e Allahut, dinë se si ta adhurojnë Allahun, e njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i njohin çështjet e fesë dhe çka ka urdhëruar dhe çka ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo pjesë, domethënë, kjo është dituria që e lëvdon Allahu. Edhe si në ajete tjera që ka thënë efamen ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma, domethënë është ai i cili e di se ajo që të ka zbritur ty prej Zotit tënd është e vërteta. A është ai barabartë me atë që është i verbër? Pra padyshim se nuk është, siç tham, këto janë pyetje të mohimit të ditur. Domethënë e din pra është e ditur dhe e ngulitur në zemra se nuk janë barabartë. Edhe prandaj kjo pyetja nuk është për të marrë përgjigje, por është për ta vërtetuar mohimin. Pra që do thotë se nuk janë barabartë ata që e njohin fenë me ata që nuk e njohin. Dhe gjithashtu si në ajetin ku ka thënë Allahu, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat", domethënë Allahu i ngre ata midis jush që kanë besuar dhe ata që kanë dituri në shkallë të larta. Do thotë këto janë kuptimet e këtyre ajeteve. Pra qëllimi i diturisë sheriatike është ajo dituri me cilën njeriu arrin deri te kënaqësia e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe dituri me cilën arrin deri në xhenet. Domethënë dituri që ja tregon rrugën për xhenet. Kjo është ajo dituria e lëvduar dhe e dashur dhe që bën dobi në dunja dhe në ahiret. Edhe kjo është ajo për cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna." Domethënë kush merr një rrugë në të cilën kërkon dituri, Allahu ja lehtëson atij rrugën për në xhennet. Edhe gjithashtu ka thënë, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'." Edhe me lajket i ulin krahët e tyre si modesti, domethënë ndaj nxënësit të dijes, për shkak se janë të kënaqur ose të lumtur me atë që e vepron nxënësi i dijes. Dhe ka thënë, "Wa innal ulama'a warathatul anbiya", domethënë pejgamberët, pra dietarët janë trashëgimtarë të pejgamberëve. "Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama", sepse pejgamberët nuk kanë lënë trashëgim dinar ose dirham. "Wa innama warrathul ilm", por e kanë lënë në trashëgim diturinë.
Pra diturinë që është për njohjen e Allahut dhe për njohjen e rrugës për tek kënaqësia e Allahut dhe për arritjen e xhenetit. Prandaj ka thonë femen akhadha bihadhin wafir. Edhe kush e merr diturinë, do të thonë ai ka marrë hisën më të madhe pra të kësaj trashëgimie ose të këtij trashëgimi. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu, gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër, men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Do të thonë kujt ja do Allahu të mirën, ja mundson ta kuptoj fen. Pra mirësia dhe dhuntia është që njeriu të jetë lehtësuar atij edhe të jetë mundësuar atij ta kuptoj fen dhe ta mësoj fen. Për këtë nuk ka dyshim. Mirë po edhe diturit tjera, të cilat janë në shërbim të mirëqenies së njeriut ose shoqërisë, edhe ato janë të dobishme prej çështjeve dunjas, domethënë, ato nevojat e njerëzve dhe dobitë e njerëzve, të cilat nuk janë, domethënë këto dituri që mësohen për çështjet dunjas, edhe për çështjet natyrës ose teknikës ose ndërtimit e kështu me radhë, nëse nuk janë kundërshtim me diturinë e fesë, domethënë nëse nuk bien ndesh me atë që e ka ndaluar Allahu ose me atë që ka urdhëruar Allahu, do thotë nëse janë dituri që nuk bien ndesh me fen, atëherë janë dituri të dobishme. Nëse nuk bien ndesh me fen, nëse nuk bien, domethënë nuk sjellin ulje të parimeve të moralit, nëse nuk janë kundërshtim, domethënë me moralin, me bazat e moralit, atëherë, domethënë edhe këto janë të lëvduara, nuk janë të qortuara. Dhe prandaj gabimi i këtij grupit të parë është se i kanë ndalu krejtësisht këto tjerat dituri. Por diturit, domethënë tjerat dituri, tham, nëse bien ndesh me parimet e Islamit dhe e prishin moralin e njeriut, edhe e nxjerrin në haram dhe në devim, atëherë janë të ndaluara. Por nëse nuk janë kështu, nuk janë të ndaluara. Dhe gjithashtu edhe çështja tjetër është, nëse njeriu nuk angazhohet me këto dituri të dunjas, në atë mënyrë që e le krejtësisht diturinë e fesë. Domethënë nëse është angazhimi me dituritë e dunjas që e pengon njohjen e Islamit, domethënë njeriu aq është i angazhuar, pra si do flasim për grupin e dytë të njerëzve, që i japin rëndësi vetëm këtyne dituritë dunjas, edhe kanë lënë krejtësisht fen, nuk din, për shembull nuk i din çështjet e besimit, nuk din se si duhet besohet në Allahun, nuk e njohin tauhidin, nuk din si falet namazi e kështu me radhë, atëherë angazhimi me ato dituritë dunjas, atëherë është i qortuar, se atëherë bëhen si ata që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Domethënë ata e din, mosbesimtar do thotë, e din vetëm të dukshmen e jetës kësaj dunjaje. Kurse për ahiretin janë plotësisht ghafil. Domethënë nuk kanë asnjë njohuri për shpëtimin në ahiret, për besimin në Allahun edhe për veprat që e shpëtojnë njeriu në ahiret. Domethënë din vetëm për dunja. Kjo është e qortuar. Edhe për këtë shkak njeriu gjithmonë duhet t'i lutet Allahut që mos e bëj gjithë diturinë e tij edhe gjithë angazhimin e tij vetëm për çështjet e dunjas. Si është në dua që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Domethënë Allah mos e bëj dunjan brengën ton kryesore. Domethënë që vetëm për atë brengosemi edhe vetëm me atë merremi, mos na bëj dunjan brengën ton më të madhe, dhe wala mablagha ilmina, dhe mos e bëj dunjan gjithë diturinë që kem. Domethënë çdo gjë që di njeriu ka të bëjë vetëm me dunjan. Kjo është e qortuar. Kurse kur njeriu e mëson fen, e mëson atë që ka obligim secili ta mësoj, domethënë nuk është obligim për secilin ta mësoj gjithë diturinë e fesë, mirë po ka obligime të fetare që duhet
që e ka obligim secili t'i mësoj. Do të thonë duhet secili ta di besimin në Allahun, ta di tauhidin, edhe ta di shirkun që truhet prej tij. Dhe gjithashtu t'i di ato që ja ka bërë obligim Allahu, pastrimin, namazin, agjerimin kur të vi koha e agjerimit, zakatin nëse është prej njerëzve që duhet me dhënë zakatin, edhe haxhin, do të thonë nëse shkon, duhet e ka obligim që ta mësoj, edhe ta di se si duhet ta kryej atë ibadet. Gjithashtu edhe nëse hyn në çështje të tregtisë ose punës, patjetër duhet t'i mësoj rregullat që ta di truhet prej haramit. Edhe mos ta fitoj, do thot pasurinë e tij me haram. E kështu me radhë, do thot është obligim ta mësoj atë që ka obligim ta veproj, ose atë që ka obligim të ruhet prej saj. Pra haramet që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala do të sqarohet inshallah më vonë. Do thonë është obligim t'i mësoj njeriu që di si të ruhet, sepse kanë thonë në disa prej selefit, kanë thonë si do të ruhet ai që nuk di se prej çka duhet të ruhet. Do të thonë si ka mundësi t'i ruhet haramit dikush që nuk e di se çka është haram, nuk e njeh haramin. Do të thonë prandaj këto çështje janë obligim, dhe nëse i plotson këto dhe vazhdon të mësoj dituri të tjera prej diturive të dunjas, nuk ka pengesë për këtë. Prandaj do të thonë gabimi i këtyre është që kanë thonë se nuk lejohet ndonjë dituri tjetër. Edhe si thot këtu Sheikh As-Sa'di rahimahullah, ka thonë ky mendim është i një grupi të njerëzve të cilët nuk e kanë mësuar shariatin me mësim të saktë. Do të thonë kanë kuptuar diçka prej shariatit, por nuk e kanë kuptuar qëllimin edhe nuk e kanë kuptuar realitetin e shariatit edhe realitetin e urdhrave. Prandaj e kanë thonë këtë mendim. Mirë po, tani këta kanë filluar të largohen nga ky mendim, se ka ekzistuar përmendet, do të thonë sidomos përmendin më pleqt që ka pas më përpara njerëz të fesë ose hoxhallar që kanë ndaluar të mësohet diçka tjetër përveç fesë. Edhe mirë po tani me të vërtetë në këtë kohë nuk besoj që ekziston ndonjë njeri që e ka këtë mendim. Në këtë kohë nuk besoj. Edhe thot Sheikhu rahimahullah, ka thonë kanë filluar të largohen nga ky mendim, pasi e kanë parë se çfarë dobish të mëdha, do të thonë ka në dituritë e natyrës, patjetër se ka dobi për njerëzit. Si dhe pasi shumë prej tyre i kanë kuptuar më mirë udhëzimet e teksteve fetare. Do të thonë pas një kohe, pra e kanë kuptuar se tekstet e Kuranit dhe Sunetit nuk e ndalojnë mësimin e diturive të dunjas, por i ndalojnë, do të thonë këto dy aspekte. Nëse ajo dituri ose ai mësim i diturive të dunjas është kundërshtim me Kuranin dhe Sunetin dhe në kundërshtim me parimet e fesë ose në kundërshtim me moralin, dhe kjo gjithashtu ka ndodhur shumë. Ajo është ndaluar, është haram me mësu, do të thonë nëse për ta mësuar, nëse është për ta mësuar diturinë e dunjas, duhet patjetër me bë haram, do të thonë atëherë ajo dituri është haram. Dhe tjetra, nëse njeriu angazhohet vetëm me atë dhe e le krejtësisht mësimin dhe kuptimin e fesë, atëherë bëhet haram. Kurse grupi i dytë ose kuptimi i dytë apo zgjidhja e dytë është që kanë thonë që kanë kufizuar diturinë vetëm në dituritë bashkëkohore, vetëm në shkencë, edhe vetëm ajo që ka të bëjë me të dukshmen e kësaj dunjaje, që janë pjesë të diturive të natyrës. Dhe ky mendim thot buron nga lajthitja dhe largimi i tyre prej fesë. Për shkak se janë largu prej fesë, do të thonë kanë kufizuar dhe e quajnë dituri vetëm ajo që ka të bëjë me njohjen e natyrës edhe çështjeve të dukshme të dunjas. Do të thonë janë largu prej fesë dhe janë largu prej diturive të fesë, janë largu prej moralit të fesë gjithashtu. Dhe ky është gabimi i madh, me që ata mjetet i kanë bërë qëllime dhe i kanë mohu, pra si thot këtu po më vonë,
Ato që janë mjet për të arritur, domethënë dituritë e dunjas ose disa dituritë tjera që e ndihmojnë diturinë e fesë, janë mjete për të arritur deri te njohja e Allahut dhe njohja e realitetit. Mirë, e kanë bërë këtë mjetin qëllim, kurse qëllimin e kanë mohu krejtësisht. E kanë bërë që njerëzit të angazhohen vetëm me mjetin dhe jo me qëllimin. Pra mjetet i kanë bërë qëllime dhe i kanë mohuar dituritë e sakta dhe realitetet e dobishme, të cilat, domethënë këto realitetet dobishme dhe dituritë sakta, këto dituritë bashkëkohore nuk i prekin në asnjë mënyrë dhe në asnjë aspekt. Pra nuk ka mundësi me dituria ose me shkencë, domethënë nuk ka mundësi shkenca ose eksperimenti me zbulu për shembull ekzistimin e melajkeve, se edhe këtu ka një devijim që nuk e ka përmendur këtu autori, sidomos në kohën tonë. Domethënë mundohen me tregu me disa aparate, me matjen e frekuencave kështu me radhë për melajket ose për xhin ose gjithashtu pretendojnë se ka shenja ose incizime, domethënë të xhenetit ose xhehenemit ose zëra, si thonë. Gjitha këto janë gënjeshtra. Domethënë ato janë dituri të ghaibit, që nuk ka mundësi t'i arrijë njeriu me diturinë e vet, as me shkencë, as me filozofi, as me përpjekje të shumta. Domethënë këto çështje arrihen vetëm me shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, i gjithdijshmi për të fshehtën dhe të dukshmen, dhe ai e ka zbritur Kur'anin dhe e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është dituri e dobishme, domethënë për njohjen e realitetit dhe esencës. Kurse dituritë e njerëzve kanë mundësi vetëm të njohin disa aspekte të dukshmes. Dhe çka është problemi? Këta i ka mashtruar arritja që e sjell kjo pjesë e diturisë domethënë me këtë dituri ka disa të arritura që janë të dobishme në industri, në teknologji ose shpikje, mjekësi e kështu me radhë. Domethënë janë dituri të dobishme ose arritje të dobishme. Edhe kjo i ka mashtruar dhe kanë thënë se duhet vetëm kjo është dituria, nuk ka dituri tjetër përveç kësaj. Edhe ky lloj njerëzve, domethënë është për qëllim në fjalën e Allahut të lartësuar, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum min al ilm. Domethënë kur të dërguarit e tyre u sollën prova të qarta, ata u mburrën me diturinë që e kishin vet. Edhe pse pejgamberët kanë sjell argumente dhe dituri të sakt, ata janë mburrë dhe janë gëzuar me atë dituri që e kanë, dhe kanë menduar se ajo është dituria më e dobishme. Siç thash edhe te mësimet e mëparshme, se gjitha këto devijime dhe kundërshtime të vërtetës që në këtë kohë njerëzit i llogaritin se janë më moderne dhe arritja më e madhe, në realitet kjo është prapambetja më e madhe. Domethënë ata te popujt shumë të lashtë të njëjtat kanë qenë. Nuk ka pas ndonjë ndryshim, edhe për mohimin e ekzistimit të Allahut. Kjo nuk është paraqit në këtë kohë që ka përparuar shkenca që mendojnë disa. Pra nuk është paraqit ateizmi në këtë kohë. Ateizmi ka ekzistuar, domethënë te popuj shumë të lashtë dhe ata i kanë luftuar pejgamberët e Allahut, domethënë me këtë. Ka ekzistuar gjithashtu mohimi i botës tjetër dhe jetës tjetër. E përmendëm ajetin që kanë thënë se kjo vetëm në këtë botë jetojmë dhe vdesim dhe na shkatron vetëm koha. Dhe gjithashtu janë mburur njerëz të devijuar me disa dituri që i kanë arritur. Domethënë kanë pas dituri dhe ka gjurmë të atyre diturive, që edhe sot dituria, kjo dituria është e zhvilluar shumë, shkenca e zhvilluar, e ka vështirë të japë përgjigje se si kanë arritur, domethënë në disa arritje popujt e lashtë, domethënë kanë pas dituri të mëdha prej diturive të dunjas. Dhe kur u ka ardhur pejgamberi që t'i udhëzoi në diturinë e plotë dhe të vërtetë, ata janë mburr me atë dituri që e kanë pasur, edhe janë tallë me fjalët e pejgamberëve. Janë tallur me fjalët e pejgamberëve. Mirë po, shumë shpejt, wa haqa bihim ma kanu bihi yastehzi'un. Domethënë shumë shpejt
u ka ardhur ajo me të cilën janë tallur. Pra u ka ardhur dënimi që u ka kanë përmendur pejgamberët, edhe u ka ardhur e vërteta me të cilën janë tallur. U ka ardhur në këtë botë. Domethënë dënimet që u kanë ardhur popujve të ndryshëm, domethënë dënime fizike, me thonë, që janë shkatru, domethënë janë shkatru si popull ose si vendbanim, por edhe kanë pas gjithashtu dënime shpirtërore, edhe kanë deri sot njerëz që e kundërshtojnë të vërtetën, që Allahu ua vulos zemrat dhe nuk kanë mundësi ta kuptojnë dhe ua vulos edhe shikimin, nuk e shohin të vërtetën, edhe nuk e dëgjojnë të vërtetën. Domethënë kjo është prej dënimeve të shpejta në dunja. Edhe kanë pastaj vështirësi, edhe ankth, edhe domethënë probleme të shumta shpirtërore, për shkak se janë bërë mendje mdhenj ndaj diturisë që ka ardhur prej Allahut, domethënë që kanë sjellë pejgamberët e Allahut. Kurse thot wala adhabul akhirati ashaddu wa abqa, kurse dënimi në ahiret është më i ashpër dhe më i vazhdueshëm. Domethënë ai vazhdon përgjithmonë, nëse janë prej mosbesimtarëve, janë në xhehenem përgjithmonë, edhe nuk dalin asnjëherë prej aty, edhe ai është dënim më i rëndë se secili dënim që mund ta mendoj njeriu, është dënimi më i rëndë dhe është i vazhdueshëm, i përhershëm. Wama kana lahum min Allahi min waq, dhe ata nuk patën askënd që t'i mbronte prej Allahut. Nuk ka mundësi dikush gjej as me diturinë e tij, as me shokët e tij, as me përkrasit e tij, nuk ka mundësi të gjej dikën që do ta mbrojë prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Ky është problemi në dituri dhe drejtimet e njerëzve në lidhje me, domethënë si janë mundu ta zgjedhin çështjen e diturisë. Kurse zgjidhja e vërtet është në Islam. Për të cilën udhëzon Kur'ani dhe Suneti, është secila dituri që e çon njeriu në synimet e larta dhe e frytet e dobishme. Për këtë nuk ka dallim mes diturisë që ka të bëjë me jetën e kësaj bote apo me ahiretin. Gjithçka që udhëzon në rrugën e drejtë dhe i ngrej besimet morale dhe veprat është dituri. Feja e ka ndarë diturinë në dy lloje: qëllime dhe mjetet të cilat çojnë te qëllimi dhe ndihmojnë për arritjen e tij. Qëllime janë dituritë të cilat e përmirësojnë fenë dhe fetarinë e njerëzve, kurse mjetet janë ato dituri të cilat ndihmojnë për llojin e parë, siç janë shkencat e gjuhës arabe me të gjitha llojet e tyre dhe shkencat natyrore, të cilat çojnë te njohja e Allahut, sepse ai është një i vetëm dhe i përsosur, dhe çojnë te njohja e vërtetësisë së të dërguarve të tij. Do thotë kjo është zgjidhja e vërtetë për këtë problem. Pra dituri e dobishme, të cilën e ka lëvdu Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është secila dituri që e çon njeriu te synimet e larta. Domethënë synime të larta, jo vetëm synime të ulta të kësaj bote. Domethënë secila dituri që e afron njeriu te Allahu subhanahu wa taala. Do të edhe ato dituri që kanë të bëjnë me fen, me ahiretin, thonë diturit fetare, edhe diturit e kësaj bote, gjithashtu siç tham, nëse nuk janë kundërshtim me fen e Allahut, dhe nuk janë, domethënë ato nuk bëhen çështja kryesore. Edhe një gjë të tretë është më rëndësi ta përmendim, që nëse këtë dituri që e mëson njeriu, pra sidomos dituritë e natyrës, e bajnë që përmes tyre ta njohë Allahun subhanahu wa taala. Domethënë kur mëson për krijesat e Allahut ose mëson mjekësinë, edhe e sheh mrekullinë e krijimit në trupin e njeriu, sepse Allahu ka thënë se nurihim ayatina fil afaq, domethënë do t'ua bëjmë
të shohin argumentet tona në për gjithësi ose në për horizonte, kudo në për natyrë, wa fi anfusihim, dhe në vetet e tyre, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, do të thonë derisa të sqarohet me këtë se kjo është e vërteta. Pra nëse kjo dituri sjell deri te njohja e Allahut, madhrimi i Allahut, do të thonë në shpirtin e njeriu që është duke mësu, atëherë padyshim se është e dobishme. Dituri e dobishme, edhe nëse është për çështjet e dunjas. Por nëse mësimi i këtyre diturive, gjithashtu, nëse i shtohet edhe niyeti që të jetë për t'i bërë dobi muslimanëve, edhe për ta ngrit islamin dhe muslimant, atëherë edhe kjo dituri bëhet në vetvete ibadet. Do thotë, kuptohet se lejohet të mësohet dituria e dunjas nëse nuk është në kundërshtim me islamin dhe me moralin dhe nëse nuk është angazhimi i vetëm i njeriut, por e mëson edhe fein, dhe pastaj bëhet edhe më e dobishme nëse kjo dituri e udhëzon te njohja e Allahut dhe njohja e realitetit, dhe nëse ja shton mësimit të kësaj diturie niyetin që të jetë i dobishëm për umetin, për fein, për përhapjen e fesë, për forcimin e fesë në zemrat e muslimanëve, për ngritjen e muslimanëve, atëherë ka edhe shpërblim edhe më të madh. Prandaj kështu do të thënë besojmë, kështu e kuptojmë, do thotë si e ka rregullu feja islame, feja e vërtet, çështjen e diturisë. Do të thënë gjithçka që udhëzon në rrugën e drejtë dhe i ngre në shkallë më të lartë besimet, moralet, edhe veprat, quhet dituri. Do të thënë çdo gjë që përmirëson gjendjen e njeriut në aspekt të përuljes ndaj Allahut dhe çdo gjë që përmirëson dhe ngren në pozitë më të lartë besimin e tij dhe e përmirëson moralin e tij, atëherë është dituri. Do të thënë është dituri e dobishme. Dhe kjo është me rëndësi ta kuptojmë se diturit në islam janë të ndara në dy lloje. Dituri që janë qëllime, do të thënë vetë ajo dituri është qëllim në vete. Pra njohja e Allahut është qëllim. Edhe çdo gjë duhet të jepet për të arritur këtë qëllim. Dhe diturit tjera që janë mjete, të cilat çojnë te qëllimi dhe ndihmojnë për arritjen e tij. Pra qëllime janë diturit të cilat e përmirësojnë fenë dhe fetarinë e njerëzve, kurse mjete janë ato dituri të cilat ndihmojnë për llojin e parë. Do të thënë, duhet për të arritur te dituria kryesore, duhet me mësu disa dituri të tjera. Do të thënë, për të arritur, siç është si shembull për njohjen e shkencave të islamit, do të thënë për njohjen e islamit, njëherë si bazë është gjuha arabe dhe me llojet e shkencave të gjuhës. Do thotë me njohjen e sintaksës, morfologjisë edhe oratorisë arabe kështu me radhë, do të thënë që ta kuptojmë mënyrën e të shprehurit që e shohim në librin e Allahut dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka edhe mjetet tjera, do të thënë për njohjen e fikhut, që është qëllim, do të thënë dituri që është qëllim. Pra që të njihet halali dhe harami ose obligimet, rregullat e ibadetit e kështu me radhë, do të thënë duhet mësohet usulul fiqh, do thotë pra bazat e fikhut që të arrijmë deri te njohja e fikhut, për njohjen e për kuptimet e Kuranit, për shembull për tefsirin, ka bazat të tefsirit, e kështu me radhë, do të thënë shkenca të ndryshme që janë mjet, të cilat çojnë deri te qëllimi. Dhe prej këtij lloji janë të gjitha dituritë e dunjas. Çdo dituri që është me të cilën do të thonë mëson për dunja, është mjet për të arritur deri te njohja e Allahut dhe për përmirësimin e fesë. Dhe këto do thotë Allahu na ka nxit në Kur'an që të mësojmë edhe për këto aspekte. Do të thonë këto mjete që çojnë deri te njohja e Allahut, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Do të thonë nuk e shohin deven si është krijuar. Do të thonë kjo është nxitje për ta studiuar deven, edhe për ta mësuar se çka ka diçka të veçantë që është përmendur pra si argument i krijimit të Allahut.
Edhe është interesant që këtu të këto ajete është përmend deveja përpara qiejve dhe tokës, edhe maleve. Domethënë se është krijimi i saj është më i veçantë dhe argument më i fuqishëm se sa krijimi i qiejve dhe tokës. Domethënë, prandaj kur Allahu na nxit që të analizojmë për krijimin e devës, për ta njohur Allahun subhanahu wa taala, domethënë se si e ka kriju Allahu, atëherë do thotë që kjo është nxitje për mësimin e këtyre shkencave natyrore. Domethënë efala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Domethënë edhe a nuk e shohin qiellin si është ngritur, wa ila al-jibali kayfa nusibat, edhe kodrat ose malet si janë përforcuar, wa ila al-ardi kayfa sutihat, edhe toka si është rrafshuar ose si është sheshuar. Domethënë në gjitha këto ka argumente dhe jemi të nxitur që ti studiojmë këto argumente. Edhe si thash wa fi anfusikum afala tubsirun, domethënë edhe në vetet tuaja a nuk shihni, domethënë shikoni edhe vetveten se çfarë mrekulli ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Prandaj këto të gjitha duhet të mësohen dhe të studiohen. Po? I këtyre diturive është ndihma për adhurimin dhe falënderimin e Allahut dhe për shpatimin e fesë. Allahu i lartësuar nga ka treguar se për ne e ka nënshtruar gjithë natyrën dhe na ka urdhëruar të mendojmë rreth saj, dhe të nxjerrim prej saj dobi fetare dhe ato të kësaj kohe. Çdo urdhër për diçka është urdhër për mjetin pa të cilin nuk plotësohet ajo. Mirë. Domethënë këtë duhet me kuptu këtë si rregull. Pra çdo gjë kur urdhërohet, çdo urdhër për një gjë është urdhër për ta realizuar mjetin, pa të cilin nuk mund të arrihet ajo. Domethënë siç thash këtu, pra kur na ka urdhëruar Allahu për namaz, domethënë jemi të urdhëruar që ta mësojmë se si ta falim namazin. Edhe automatikisht jemi të urdhëruar që ta plotësojmë pastërtinë. Domethënë, pasi është urdhri për namaz, atëherë është urdhri për mjetet që çojnë deri te namazi. Edhe kështu për secilën çështje, edhe këtu domethënë për njohjen e argumenteve të Allahut në krijesat e tij, domethënë Allahu na ka urdhëruar që ti analizojmë argumentet e Allahut në krijesat e tij. Edhe kështu që na ka urdhëruar që t'i bëjmë ato dituri që na çojnë deri te kjo njohje. Kjo është nxitje për njohjen e diturive të natyrës, përmes të cilave nxjerrin ato që i ka nënshtruar Allahu për ne, mbas në dobinë e tyre nuk na vijnë vetvetiu pa kërkim, përpjekje, mendim dhe përlojë. Allahu i ka thënë, ne e spritëm hekurin, edhe cilin ka pra material për të luftë të fuqishme dhe dobi për njerëzit. Këto dobi nuk arrihen pa njohjen të llojeve të zanateve të industrive me të cilat prodhohen ato. Për shumë ka janë tekstet e Kuranit dhe Sunetit të cilat e lëndojnë diturinë dhe njerëzit që merren me dituri, në të cilat i vlerësojnë ata mbi të tjerët. Allahu i lartësuar thotë, thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Njerëzit e ditur janë ata të cilët i njohin Allahun dhe i friksohen atij me të vërtetë. Mirë. Do të thotë edhe një herë për rregullin se keni hasur me siguri ndërse përmendet ky rregull është në usul al-fiqh, ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Do thotë ajo pa të cilën nuk plotësohet obligimi është obligim gjithashtu. Domethënë diçka pa të cilën s'mundesh me plotësu obligimin, edhe kjo gjë është obligim. Domethënë kushti që të ndihmon ose të çon deri te përmbushja e obligimit, është obligim. Edhe si tham, Allahu ka urdhëruar për dituri, përpara urdhrit për fjalë ose vepër. Ka thënë fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Domethënë dije se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Pra përpara tauhidit na ka urdhëruar për diturinë për tauhid. Edhe pastaj për fjalë dhe vepra. Edhe kuptohet se secilën vepër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në
na ka mësuar këtë dua që ta bëjmë në mëngjes kur e fillon ditën. Themi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Do të thonë, o Allah, të kërkoj dituri të dobishme. Pastaj pas diturisë, rizq i pastër, halal. Do të thonë duhet të kesh dituri se si fitohet furnizimi halal edhe i pastër. Wa 'amalan mutaqabbala, edhe vepra të pranuara. Edhe për këtë duhet dituri. Do të thonë prandaj një herë ka kërku dituri, pastaj rrjedhimisht e fiton rizkun me halal sipas asaj diturie dhe i bën veprat që janë të pranuara tek Allahu. Do të thonë dhe që të jetë vepra e pranuar tek Allahu duhet të jetë e pastër në përkushtim ndaj Allahut. Edhe për këtë duhet dituri, se si duhet veprat t'ia drejtosh vetëm Allahut dhe mos ketë shirk në to ose syfaqësi. Dhe duhet të jenë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të jetë vepra e pranuar. Pra kur kërkon vepër të pranuar, do të thonë duhet ta dish se duhet ato vepra të jenë me sinqeritet të përkushtuara pastër ndaj Allahut dhe të jenë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për gjitha këto duhet dituri. Edhe kështu, do të thonë në secilën çështje, si thash për zakatin, do të thonë si do ta japë zakatin dikush kur nuk e di se si jepet zakati, ose si e fal namazin ai që nuk e di se si falet namazi, si do ta bëjë haxhin njeriu, do të thonë përveç se me dituri, duhet me pas dituri për kryerjen e haxhit. Edhe nuk ka mundësi njeriu të kryej asnjë obligim prej obligimeve të fesë përveç se me dituri, me mësim dhe kuptim të fesë. Prandaj e kuptojmë se hadithi men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, do të thonë kujt ja do Allahu të mirën, ja mundson ta kuptoj fenë. Që do të thonë se ai i cili nuk ka kuptim për fe, edhe nuk ka interesim për mësimin e fesë, do të thonë atij nuk i është dashur e mira. Do të thonë ai është në gjendje të mjerueshme dhe të devijimit. Dhe pastaj do të thonë për këtë janë këto argumente, i përmendëm qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Do të thonë a mund barazohen ata që dinë me ata që nuk dinë. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Do të thonë me të vërtetë Allahut prej robërve të tij friksohen vërtet dietarët. Do të thonë i friksohen ose i ruhen. Pasi fjala takwa, do të thonë është me pas mbrojtje mes teje dhe dënimit të Allahut, duke i kry obligimet dhe duke u larguar prej ndalesave. Dhe si ka mundësi të ruhet dikush që nuk di se prej çka duhet të ruhet. Do të thonë duhet ta mësoj madrinë e Allahut, emrat dhe cilësitë e Allahut dhe duhet të mësoj urdhrat dhe ndalesat e Allahut, që të mund të ruhet. Edhe të friksohet Allahut, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë jam që më së miri e njoh Allahun dhe prandaj unë jam që më shumë të i friksohem atij. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe prej vlerës dietarëve që tregon vlerën e njerëzve të ditur, është si ka thënë kurse ignorantët i ka urdhëruar të pyesin ata që dinë. Do të thonë ai që nuk di, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, do të thonë pyetini ata që dinë nëse ju nuk dini. Dhe është tregon se vlera e diturisë. Pra kemi njerëz të ditur që mësojnë edhe angazhohen me dituri, edhe njerëz që nuk kanë dituri, të cilët e kanë obligim të pyesin ata që kanë dituri. Do të thonë kjo është pra në lidhje me diturinë pra në Islam, edhe sqarime të mëtejshme thotë, po. Kjo fe na ka urdhëruar për madhurime të shumta dhe na ka ndaluar disa ndalesa. Në urdhrave dhe shmangja e ndalesave nuk mund të realizohen, përveç se pasi të dihen dhe të njihen. Prandaj, të gjitha urdhrat dhe ndalesat në shariat janë argument për obligimin e mësimit të diturisë që udhëzon në këtë drejtim. Po, besoj që kjo është e qartë. Do të thonë, vetëm kur i shohim urdhrat në Kur'an, edhe ndalesat ose në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë këto janë argumente se duhet t'i mësojmë ato, po. Në fe
Në fe janë lejuar disa ndërveprime mes njerëzve dhe disa të tjera janë ndaluar. E nuk mund të bëhet dallimi mes halalit dhe haramit në këtë fushë përveçse me dituri. Allahu i ka çutuar ata të cilët nuk i njohin kufijtë e asaj që i ka shpallur të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam për lirin dhe urdhësisë. Urdhra e Allahut është urdhri për luftë me një Po, do thotë edhe për këto ndërveprime mes njerëzve, do thotë ka njeriu përveç ibadetit, ka patjetër që duhet të ketë marrëdhënie me njerëz të ndryshëm. Ka do të thotë marrëdhënie tregtie ose marrëdhënie pune ose marrëdhënie qiraje ose ortakëri e të tjera, do thotë që do të takohet vazhdimisht, do të përballet vazhdimisht, domethënë me këto çështje, edhe si ka mundësi të ruhet haramit nëse nuk i di këto. Pra si mund të ruhet dikush prej diçka që nuk e di se kujt duhet t'i ruhet. Edhe është përmendur nga një prej dietarëve të vjetër, Muhammad ibn Hasan al-Shaybani, i kanë thënë na shkruaj një libër për takwa, domethënë për kujdes, wara në realitet, domethënë për kujdesin dhe devotshmërinë. Ai ka thënë kam shkruar libër për bujur, domethënë për këto ndërveprimet, transaksionet. Pra lexoni, mësoni ata dhe mësoni se si duhet të ruheni prej haramit. Pra do thotë nuk është puna vetëm me këshillu, më rujt njeriu me zgjedh halalin e kështu me radhë, kurse nuk e di se cila është halal dhe cila haram. Prandaj mësimi i fesë është rruga për takwa. Po? urdhrat e Allahut është urdhri për luftë në një numër ajetesh, si urdhri për përgatitjen e fuqisë dhe pajisjeve në maksimumin e mundësive. Maksimumin e mundësive dhe për kujdesin dhe mbrojtjen prej armikut. Kjo nuk plotësohet ndryshe përveçse me studimin e arteve të luftës dhe industrisë luftarake, nga të cilat varet fuqia dhe mbrojtja prej armikut. Po, do thotë edhe për luftë ka thënë Allahu wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa, do të thënë përgatitni kundër tyre sa keni mundësi, fuqi. Do të thënë maksimumin e mundësive duhet përgatiten fuqit. Pra na ka urdhëruar që të përgatitemi për luftë. Edhe na ka urdhëruar që të ruhemi, të jemi të kujdesshëm. Ka thënë wa khudhu hidrakum, do të thënë bëhuni të kujdesshëm ose syçel që të ruheni prej armikut. Edhe patjetër duhet, do të thënë edhe duhet të ketë shoqëria muslimane, edhe duhet të ketë armë të fuqishme, edhe duhet të ketë mbrojtje të fuqishme, gjithashtu, sisteme të mbrojtjes, do të thënë këtë kohë ka shumëta sisteme raketore kështu me radhë. Kjo është obligim i muslimanëve në përgjithësi. Ta kenë vendin e vet të mbrojtur, edhe të jenë të gatshëm edhe për luftë. Dhe atëherë përgatitja e fuqishme për luftë e pengon luftën, në realitet. Do të thënë e pengon armikun që të marrë guxim për të sulmuar. Prandaj ka thënë në këtë ajet wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Do të thënë përgatitni sa të keni mundësi deri në maksimumin, do të thotë fuqi dhe kalorim ose përgatitje të kuajve, me të cilën do ta friksoni armikun e Allahut dhe armikun tuaj. Do të thënë që të jetë i friksuar, mos marrë guxim kundër muslimanëve armiku, siç është gjendja jonë këtë kohë, Allahu na forcojë dhe na ruajt. Dhe kjo do të thonë që muslimanët e kanë obligim ta mësojnë edhe këtë pjesë të diturisë. Jo me thonë se nuk lejohet me mësu dituri të tjera. Edhe kjo është për fat keq se thashun se më përpara ka pas kështu hoxhallar që kanë thonë se nuk lejohet me mësu kështu. Tani në këtë kohë nuk ka ashtu direkt që thonë. Mirë po tani në këtë kohë, kur shtetet e muslimanëve i bajnë këto përgatitje që ka urdhëruar Allahu, edhe mundohen
edhe me hap vet ata industri luftarake ose me ble prej shteteve të zhvilluara kështu me radhë, i sheh disa grupe që quajnë veten musliman, që janë armiqt më të mëdhenj të kësaj, edhe ndalojnë, domethënë se nuk duhet mu angazhu me këto çështje të dunjas, edhe se ky mbret ose ky princ ose ky kryetar, domethënë e kalon fein edhe merret vetëm me këto çështje të dunjas, kurse realiteti është se Allahu ka urdhëruar. Domethënë Allah, edhe kjo është pjesë e zbatimit të fesë dhe urdhrave të Allahut. Domethënë përgatitja me maksimumin e mundësive. Domethënë sa kanë mundësi musliman me ndërtu ose me ble, edhe armë sulmuese dhe armë mbrojtëse. Domethënë edhe sisteme mbrojtëse, kjo është prej obligimeve që na i ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj për mësimin e çështjeve të tregtisë të bazave të ekonomisë, ashtu na ka urdhëruar të testojë fëmijët e vegjël jetim dhe të mësohet atyre tregtia dhe kërkimi i fitimit. Allahu sa që na ka urdhëruar, sa që na ka urdhëruar që të testojë fëmijët e vegjël jetim dhe të mësohet atyre tregtia dhe kërkimi i fitimit. Allahu i lartësuar thotë: "Vërini me provë jetimet, ndërsa derisa të bëhen për martesë, nëse vëreni se janë tjekur, atëherë jepuani pasurinë atyre." Edhe kjo, edhe për tregti Allah na ka urdhëruar, edhe për ekonomi, edhe për përparimin e shoqërisë. Pra, edhe na ka urdhëruar që t'i mësojmë fëmijët. Domethënë edhe të jenë të zgjuar, që dinë si fitohet pasuria, edhe si bëhet tregti, ose si bëhet puna, ose një zanat i caktuar. Kjo është, pra sahabët e kanë pas zanate, edhe tabiinët, edhe dietarët e mëdhenj. Domethënë shumë prej dietarëve i kanë emrat të tillë që tregon zanatin. Për shembull, Qattan, kemi Yahya ibn Sa'id al-Qattan, që domethënë që është marrë me pambuk, ose me shitblerje të pambukut, ose tjetri al-Haddad, për shembull, që do thotë farkatar, ose domethënë që ka pasur zanatin e hekurit, ose dhe të tjera profesione, domethënë që kanë pas dietar të mëdhenj, tabiinëve të atba'ut tabiin. Edhe është e njohur, besoj për gjithë, që Sheikh Albani ka pas zanat shumë preciz, domethënë për ndreqjen e orëve. Domethënë se mësimi i fëmijëve për zanat, për punë, për tregti, për mënyrat e fitimit, domethënë është prej çështjeve që na ka urdhëruar Islami. Edhe prandaj nëse kemi jetim në kujdesin tonë, kuptohet se fëmijën e vet secili e mëson për dunja, se as nuk ka nevojë me nxit shumë njerëzit, domethënë dunjon e kanë të rëndësishme, po nëse të ka rati, për shembull që je kujdestar për jetima, për shembull ka vdek vllai ose dikush i afërt, edhe ti e ke marrë përsipër kujdestarinë e atyre jetimave. Me këtë ajet tregon se Allahu na ka urdhëruar që edhe ata jetima mi eduku për mënyrat e fitimit, gjithashtu, edhe për mënyrën e tregtisë dhe mos me avon pasurinë, thot atyre që nuk dinë se çka bëjnë me pasurinë. Pra nga thënë wabtalul yatama, pra vërini në provë jetimet, mi dhon pasuri, me pas si, mi dhon pak parë, do thot, me pas si vepron me ato, dhe me orientu, me mësu, do thot, si duhet të harxhohet pasuria, si duhet të fitohet, edhe hatta idha balaghun nikah, do të thënë derisa të bëhen për martesë, do të thënë të arrin moshën e pjekurisë, atëherë nëse din, do thot gjatë gjithë kësaj kohe, derisa të arrin moshën e pjekurisë, moshën kur mund të martohen, do thënë gjatë kësaj periudhe duhet të mësohen, të jepet të futen në punë, do thënë ose të jepet mundësia për ndonjë lloj tregtie, që të mësohet mënyra e fitimit, edhe fa in anastum minhum rushdan, atëherë thot Allahu kur të rriten, nëse shihni se janë të pjekur, edhe din, atëherë fadfa'u ilejhim amwalahum, edhe atëherë jepuani atyre pasurinë. Po, vazhdon, do të thënë, thot pra, nuk ka urdhëruar t'u jepet pasuria atyre derisa të verifikohet pjekuria atyre.
dhe derisa t'i dinë çështjet e fitimit dhe tregtisë. Po. Ka urdhëruar për mësimin e të gjitha diturive të dobishme, diturimet e tauhidit dhe bazave të fesë, diturimet e fikut, dhe normave ligjore të shariatit, diturimet gjuhës arabe, diturimet ekonomike dhe të udhëheqjes dhe diturimet me të cilat përmirësohen shoqëritë dhe individët. Nuk ka ndonjë dituri të dobishme me fe ose me jetesën e kësaj bote, për të cilën nuk ka urdhëruar dhe nuk ka nxitur ky sheria. Në të janë tubuar dituritë fetare, dituritë madhënore, dituritë e fesë dhe dituritë e jetës së kësaj bote. Madje dituritë e jetës së kësaj bote, të cilat janë të dobishme, i ka bërë pjesë të diturive të fesë. Po, si s'fam, nëse këto dituri të materiales, domethënë, dituritë e dunjas, nëse çojnë deri te njohja e Allahut dhe sidomos nëse njeriu i bën me nijet për dobi të muslimanëve. Ndërsa ekstremistët janë kufizuar vetëm në disa dituri të fesë, prandaj kanë mangësi të shumta dhe gabime të rënda. Pra ekstremist janë nëse e kufizojnë që vetëm çështjet fesë mësojnë dhe ndalojnë çdo dituri tjetër. Ktu është qëllimi. Jo se nuk janë ekstremistë ata që nxisin për mësimin e fesë. Edhe kuptohet se mësimi i fesë, mësimi i tauhidit, njohjes Allahut janë baza dhe ato janë dituria më e rëndësishme dhe kryesore. Pastaj vijnë dituri tjera që duhet bëhen përputhje me këtë dituri. Edhe ekstremistë janë ata që e ndalojnë çdo dituri tjetër. Kjo është përgjigje për njërin grup, kurse nga ana tjetër, është grupi tjetër, po. Nga ana tjetër, materialistët janë kufizuar në disa dituri të natyrës dhe i mohojnë diturive tjera. Prandaj kanë rënë në ateizëm dhe janë turbuar besimet dhe moralet e tyre. Kulmi i diturive të tyre është arritja e zanateve të poshe, të cilat nuk e pastrojnë mendjen dhe shpirtin dhe nuk e ushqejnë moralin. Kështu, dëmi të tyre diturive për ta ishte më i madh se dobia. Kanë pasur dobi në aspektin e ngritjes dhe përparimit të profesioneve, zbulimeve, shpikjeve dhe çka i përcjell këto. Mirë po janë dëmtuar në dy aspekte. Kjo është shumë e rëndësishme. Do thot materialistët kanë të kundërtën, do thot ata e ndalojnë mësimin e fesë dhe e kufizojnë diturinë vetëm në dituritë e dukshme të dunjas. Edhe më e madhja që kanë arritur ata, kulmi që kanë arritur ata, është se dinë disa zanate boshe. Do të thonë zanati që është i mirë po bosh nga shpirti, është i zbrazët në esencë dhe kanë dobin disa aspekte, pra si tham në fillim të librit, të gjitha zgjidhjet, përveç zgjidhjes sipas Kuranit dhe Sunetit, sjellin dëme ose sjell dobi në një aspekt, mirë po prish shumë aspekte tjera. Edhe këta kanë pasur dobi, do të thënë me angazhimin, me dituritë e dunjas, kanë pasur dituri në disa aspekte. Për përparimin e profesionit, për shpikjet, zbulimeve, e kështu me radhë, çka ka të bëjë me to. Mirë po janë të dëmtuar në dy aspekte dhe kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojmë mirë çfarë dëmi ka sjell angazhimi me shkencat dunjas dhe duke u larguar nga feja. Po? Në katastrofën më të madhe për ta dhe për gjithë njerëzimin, nga se kanë sjellë çfarosje, luftra, shkatrime dhe rënim. Po, do thot aspekti i parë i dëmit ka thënë se këto të arritura u shndruan në katastrofën më të madhe për ta dhe për gjithë njerëzimin. Pra, nga se kanë sjellë çfarosje, luftra, shkatrimtare dhe rënim. Do thënë këto të arritura dhe përparim në shkencat e dunjas, duke e pasur zemrën të zbrazët prej besimit dhe njohjes Allahut, kanë pru që njeriu, domethënë tani friksohet nga zbulimet e veta. Thotë kanë pru në një nivel që
ata që i kanë arritur këto dituri, i shfrytëzojnë vetëm për dëmtimin e të tjerëve. Nuk i kanë shfrytëzuar për përparimin e njerëzimit, si pretendojnë, po vetëm për interesat personale. Edhe nuk ka problem që ta shfarosin një popull aty, komplet, se siç është thonë, nëse ja jep armën budallajt, mi dhan armën dorë. Aja zgjedh se kanë e vret ose çka bën ose kanë dëmton ndoshta edhe vetveten. Edhe në këtë kohë kështu është, pasi është zbraz mendja dhe zemra nga besimi në Allahun dhe nga frika për përgjegjësinë përpara Allahut subhanahu wa taala. Ato mundësi që i kanë arritur i shfrytëzojnë pa asnjë lloj kufizimi. Atëherë nuk brengosen nëse shkojnë në një vend edhe shfarrosin dhe shkatrojnë çdo gjë aty, fëmijë, pleq, gra, burra, do thotë, edhe kafshët, edhe bimt, edhe ndërtesat, edhe çdo gjë që ekziston, e shlyejnë prej faqes tokës, sepse nuk kanë besim edhe moral në zemrat e tyre. Edhe pastaj edhe jo vetëm te aspekti i luftës, se luftë ne tregum se edhe në Islam jemi të urdhëruar që t'i përparojmë armët, edhe t'i kemi të fuqishme që ta friksojmë armikun. Mirëpo lufta ka rregulla të fuqishme në Islam. Edhe shikoni se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë, nëse dikush me tendën e tij e bllokon rrugën njerëzve, xhihadi i tij është i anuluar. Pra nuk ka shpërblim për xhihadin, edhe nuk është shahid nëse në këtë mënyrë lufton, që u pengon të tjerëve, edhe me shatorin, me tendën. Mos flasim që ajo që është e njohur, që kur i ka dërgu ushtrit, ka thonë mos vritni fëmijë, mos vritni gra, mos vritni pleq, mos i vritni murgjit në manastiret e tyre, ose priftërit në kishat e tyre, edhe mos rënoni kisha ose shtëpi, edhe mos i shkelni të mbjellat gjithashtu. Por luftohet vetëm ai që del për të luftuar. Vetëm ai që del përballë. Kurse këta armiqtë e Islamit me armët e tyre a zgjedhin se çka prish aty. A ka fëmijë, a ka edhe kafshë, edhe se thonë që pra i fajsojnë gjithë, se gjithë janë fajtor, nëse ja prishin interesat e tyre ekonomike, edhe i fajsojnë gjithë. Mirëpo mi pyet se çfarë faji kanë ata fëmijë të porsalindur, ose ata fëmijë që s'kan lind, që janë barqet e nanave, ose çfarë faji kanë kafshët aty, paktën. Se kafshët i vlerësojnë më shumë se sa jetat e njerëzve. Prandaj, mirëpo nuk zgjedhin, për shkak se është zbraz dituria e tyre prej diturive të dobishme. Edhe jo vetëm te lufta, por me të vërtetë edhe në disa aspekte tjera të përparimit, edhe të përparimit mjekësisë, edhe përparimit tregtisë, kështu me radhë. Edhe me këto i shkatrojnë njerëzit, vetëm për arritjen e synimeve të tyre të dunjas, pa shiku aspektin e moralit ose njerëzisë, ose mos flasim për fenë dhe frikën prej Allahut subhanahu wa taala. Kjo është aspekti i parë, se këto të arritura janë shndruar në katastrofë, për ata vetë edhe për njerëz të tjerë. Edhe kanë sjellë, gjithë këto luftra. Luftat janë fuqizuar për shkak të fuqizimit të fuqive të atyre që janë, që nuk e njohin fenë e drejtë. Dhe ky është aspekti i parë i dëmit. Kanë përparu në disa çështje, edhe kanë pas dobi në disa çështje, mirëpo kanë dëme shumë të rënda në këto dy aspekte tjera. Dhe aspekti i dytë, atyre u ka pëlqyer vdekja, janë përmendur dhe me to i kanë nështruar diturive të dërguarve dhe çështjet e fesë. Allahu thot, ata që polemizojnë për shpalljet e Allahut, pa pasur kufar prove, kanë në zemrat e tyre vetëm me mendje madhësi, e cila nuk do t'i shpjerë në qëllimin e tyre. Prandaj kërkon mbrojtje tek Allahu, me të vërtetë ai është gjithë dëgjuesi, gjithë shikuesi. Allahu gjithashtu thotë, se nuk kishim dhënë atyre dëgjimin, shikimin dhe zemrën,
por as dëgjimi I tyre, as shikimi I tyre, as zemra e tyre nuk u sollën kurfar dobije, sepse mohuan shpalljet e Allahut, ata I goditi ajo të cilën talleshin. Po. Do thotë pasi ka shumë prej dëgjuesve që ankohen për zonën e lexuesit, se nuk më rrin këtu, më thënë që ta dëgjojnë ata që janë online, do thotë. Do t'i lexojmë prap, nuk ka problem. Pra, aspekti I dytë I damit që janë dëmtuar me këto dituri, është se u ka pëlqyer vetja. Dhe janë bërë mendjemdhenj, kanë rrinë në mendjemadhësi me këto dituri, dhe për shkak këtyre diturive I kanë nënçmuar dituritë e të dërguarve dhe çështjet e fesë. Edhe tallen me çështjet e fesë, me besimin në Allahun, edhe besimin e pejgamberëve. Dhe siç ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala për të tjerë të mëparshmit, innal ladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighihi. Më thënë ata që polemizojnë për shpalljet e Allahut, pa pasur kurfar prove, kanë në zemrat e tyre vetëm mendjemadhësi, e cila nuk do t'i shpirë në qëllimin e tyre. Pra qëllimin që e kanë, kjo mendjemadhësi nuk I çon, edhe nuk I ngre në grada të larta. Prandaj ka thënë fasta'idh billah, prandaj kërko mbrojtje tek Allahu. Innahu huwas sami'ul basir, me të vërtetë ai është gjithë dëgjuesi, gjithë shikuesi. Dhe ka thënë Allahu waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida. Do të thonë u kishim dhënë atyre dëgjimin, shikimin dhe zemrën. Do të thonë dituri në këto aspekte, në dituri shqisore, edhe kuptim dhe përparim, u ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po thot, fema aghna anhum sam'uhum, wala absaruhum, wala af'idatuhum min shay'in, idh kanu yajhaduna bi ayati Allah. Mirë po, dëgjimi I tyre, as shikimi I tyre, dhe as zemrat e tyre, do thot, gjitha këto përparimet në diturit shqisore, në këto që është e dukshme, do thot, as kuptimi I tyre, filozofia e tyre ose ideologjia e tyre, nuk u sollën kurfar dobije. Nuk I sollën kurfar dobije, sepse I mohuan shpalljet e Allahut. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, edhe ata I goditi ajo me të cilën talleshin. Do të thënë u erdhi dënimi, pra dënimi I ngurtësimit zemrës, mbylljes së shikimit dhe dëgjimit, edhe largimi prej udhëzimit në dunja, kurse në ahiret e kanë dënimin edhe më të rëndë. Po ashtu ka thënë Allahu, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Kur të dërguarit e tyre u sollën prova të qarta, ata u mburrën me diturinë që kishin vetë, por shumë shpejt I goditi ajo me të cilën talleshin. Dhe si përfundim, thot autori rahimahullah, nga ajo që sqaruam më lart, bëhet e qartë se dituritë e dobishme në jetën e shpejtë të kësaj bote dhe në jetën e më vonshme, në jetën e ahiretit, pra cilat janë dituritë dobishme që sjellin dobi në dunja dhe në ahiret, janë dituritë që janë përmendur në librin e Allahut dhe sunetin e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Më thënë çdo dituri që është përmendur në Kur'an dhe sunet. Këto dituri përfshin çdo dituri të dobishme dhe njohuri të saktë, pa bërë dallim mes bazave dhe degëve, e as mes diturive fetare dhe diturive të kësaj bote. Kjo është, domethënë, zgjidhja që e ka sjell Islami, feja e vërtetë, do thotë se çdo dituri e dobishme është e përfshirë në Kur'an dhe Sunet. Dhe secila dituri që e arrin këtë qëllim, domethënë ngritjen morale, njohjen e Zotit subhanahu wa ta'ala, edhe përparimin në aspektin e fesë dhe dunjas, domethënë gjitha janë të lëvduara dhe të pranuara. Besimi Islam gjithashtu e përmban besimin e çdo të vërtetë dhe realiteti, besimin në çdo libër që ka zbritur Allahu dhe në çdo të dërguar që ka dërguar Allahu, lavdi Allahut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Do të thënë që na ka mundsuar që të jemi pasues të kësaj feje, që e ka sjellur zgjidhjen më të mirë edhe në çështjen edhe në këtë çështje, si në çdo çështje tjetër.
Besoj që mjaftojmë me kaq. Do të thonë këto ishin 3 mësime në këtë seminar lidhe me këtë libër, mirë po ky është libër shumë i dobishëm, edhe nuk e arritëm as gjysmën e tij. Edhe temat tjera janë gjithashtu të dobishme dhe shumë domethënëse. I kemi, do të thotë, problemi i pasurisë dhe varfërisë. Si janë mundu njerëzit ta zgjedhin dhe si zgjidhet në Islam për këshilla madhështore që janë përgjithësi për shoqërinë besimtare dhe udhëzimet veçanta për pasanikët, udhëzimet veçanta për të varfrit. Pastaj kemi problemin e shëndetit dhe smundjes, do të thonë si veprohet, si duhet të mbrohet shëndeti dhe të mbrohet njeriu prej smundjeve kështu me radhë. Pastaj në fund ka problemi politikës së brendshme dhe të jashtme. Do të thonë si duhet udhëhiqet politika ose udhëheqësia brenda muslimanëve dhe si duhet të jenë raportet e tyre me të tjerët, do të thonë politika e jashtme. Dhe gjithashtu si përfundim ka nxitje të madhe për thirrjen fe. Për mos t'ju ngarkuar më shumë, dua vetëm ta lexoj vetëm lexim thjesht edhe përfundimin e librit, ku ka thonë autori rahimahullah, pjesë e politikës së shariatit është që Allahu i ka udhëzuar robrit e tij, ti përmbushin interesat e tyre të përgjithshme, duke marrë përsipër secilën fush një grup njerëzish prej shoqërisë, të cilët duhet ta përmbledhin diturinë dhe realitetin e asaj fushe, do të thonë që t'i njohin, pra ta përmbledhin diturinë për realitetin e asaj fushe, për shkaqet e asaj, si bëhet dhe si plotësohet, si dhe ta japin mundin e tyre për ngritjen e saj sa të jetë mundësia. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Le të bëhet prej jush një grup që të thras për në mirësi, të urdhroj për vepra të mira e të ndaloj për veprave të shëmtuara, këta njerëz do të jenë të shpëtuarit. Dhe ka thonë: "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun." Nuk është mirë që besimtarët të shkojnë në luftë të gjithë njëherësh, por prej çdo bashkësie një grup të mbetet mbrapa, që të thellohet në mësimin e fesë dhe kështu ta këshilloj popullin e vet, mbasi të kthehet nga lufta, që t'i friksohet Allahut. Thot autori rahimahullah, s'ka dyshim se përmbushja e interesave politike në këtë mënyrë, në të cilën ka udhëzuar Allahu, është shkaku i vetëm për përsosmërinë fetare dhe të jetë, pra përsosmërinë e jetës së kësaj bote. Kjo është e dukshme për atë, kjo është e dukshme dhe atë e di secili njeri. Do të thonë, pra një prej aspekteve që na ka eduku Islami është që për secilin lam të ketë njerëz të specializuar. Do të thonë, secili, pra ato çështjet e politikës, ata njerëz e udhëheqësisë i marrin. Çështjet e mjekësisë, do të thonë i marrin ata që janë specializuar në mjekësi. Çështjet e mësimit të matematikës, do të thonë i marrin arsimtarët e matematikës. Çështjet e fesë i marrin ata që angazhohen me diturinë e fesë edhe japin fetva për to. Do të thonë për secilën lam, do të thonë çështjen e ndërtimit ka inxhinier të specializuar dhe kështu me radhë ndërtimtar. Për secilin aspekt të jetës duhet të ketë grup që duhet specializohen me të vërtetë. Ta mësojnë mirë, të mësojnë shkaqet, dobit e asaj diturie, asaj lame dhe ta përparojnë kështu gjithë shoqërinë e muslimanëve. Dhe çështja më e rëndësishme prej këtyre çështjeve që janë të rëndësishme për shoqërinë, më e rëndësishme prej tyre është thirrja në fe. Ka thënë Allahu i lartësuar, edhe kjo është qëllimi i këtij libri, edhe qëllimi pse e zgjodha këtë libër, do të thonë ta keni parasysh që t'ia paraqitni t'ia paraqitni njerëzve, do të thonë Islamin e vërtetë. Kuptohet me që jeni në këto vende, atëherë duhet të bëheni shembulli më i mirë për Islamin. Do të thonë që secili që ju sheh
ta kuptoj, domethënë nga ecja juaj edhe nga paraqitja juaj se Islami është zgjidhja më e mirë. Edhe nga fjalët e juaja, domethënë të sqaroni në mënyrën më të mirë, ta sqaroni bukurinë e Islamit, ta përhapni bukurinë e Islamit në mënyrën më të mirë që si ka thënë prapë përsëris, ka thënë Sheikh Ibn Baz rahimahullah, wallahi nëse u arrin njerëzve realiteti i bukurisë Islamit, do të hynë në Islam me grupe dhe me popuj. Pra thot këtu autori rahimahullah, Allahu i lartësuar ka thënë: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Pra thirr në rrugën e Zotit tënd me mençuri dhe këshill të bukur dhe diskuto me ata në mënyrën më të bukur. Domethënë, këto janë bazat e davetit. Pra me mençuri, me urtësi, me argumente, me dituri, do thot, me këshillat bukura, dhe këshillat e bukura, po i shpjegon këtu pak, do thot këshillat e bukura edhe gjitha këto i shpjegon autori, thot, pra shkurtimisht vetëm ta lexojmë. Kjo e përfshin thirrjen e muslimanëve, të cilët kanë ndodhur mangësi në disa çështje të fesë, dhe e përfshin thirrjen e mosbesimtarëve. Pra ky ajet zbatohet njësoj si ndaj muslimanëve që kanë dobësi në fe ose gabime, bidate ose mëkate, domethënë me këto parime. Thot të parët, pra muslimanët thirren për plotësimin e fesë së tyre, kurse të tjerët thirren për të hyrë në fenë islame, me të cilën bëhet përmirësimi i njerëzimit. Kjo thirrje duhet të jetë me urtësi dhe mençuri. Kjo do të thotë se duhet të ndiqet rruga më e afërt dhe më e suksesshme me të cilën arrihet dhe përsoset e mira dhe hiqet ose paksohet e keqja, sipas kohës dhe vendit dhe sipas personave, gjendjeve dhe zhvillimeve. Thirrja gjithashtu bëhet me këshilla të bukura, kurse këshilla, çka do thotë këshilla? Është sqarim i dobive dhe dëmeve, duke i përmendur rezultatet dhe frytet e dobishme në këtë botë dhe në botën tjetër, si dhe duke i përmendur dëmet dhe të këqijat që vijnë në këtë dhe në jetën tjetër. Allahu e ka cilësuar si këshill të bukur, nga sa ajo në vete është e bukur dhe rruga e saj është e bukur, ajo gjithashtu bëhet me butësi, pjekuri, durim dhe përdorje të mençur të metodave të thirrjes. Domethënë këto janë fazat e davetit, pra me mençuri, me këshillat bukura, duke ja sqaruar me argumente. Nëse ka nevojë për debat dhe diskutim gjatë thirrjes, me qëllim që të bindet i thirruri, atëherë ky diskutim le të jetë në mënyrën më të bukur. Diskutuesi thirret në të vërtetën, i sqarohen bukuritë e së vërtetës dhe dëmet e të kundërtës së saj, dhe u jepet përgjigje dyshimeve që i vijnë bashkëbiseduesit. Të gjitha këto bëhen me fjalë të bukura, të lehta dhe të mençura, dhe me sjellje të bukur, e jo me ashpërsi, e vrasësi, e as sulme, sharrje dhe ofendime. Dëmet e këtyre të fundit janë shumë të mëdha. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Fabima rahmatin min Allahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum." Thot, në saje të mëshirës së Allahut, u solle butësisht me ta, o Muhammed. Sikur ti ishe i ashpër dhe me zemër të vrazhd, ata do të largoheshin prej teje. Prandaj, falu atyre gabimin dhe kërkoj falje Allahut për ta. Pra thot në fund autori rahimahullah, le të mjaftohemi me përmendjen e këtij shembulli, se me të arrihet qëllimi. Allahu është i gjithdijshmi, salavatet dhe selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, na mësoj atë që na bën dobi, na shtoj diturinë dhe të na përmirësoj gjendjen në tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetet tona asnjë çast. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.